ta depozitojmë në kuvend për të nisur procedurat legislative. Ato do t'ja nënshtrojmë një procesi të gjerë konsultimi. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, prandaj jam këtu bashkë me nënkryetarin, do të zhvilloj disa tryeza të mëdha konsultative me jurist, me profesoratin, student, me shoqërinë civile, me qëllimin e mirë që të shkojmë në një draft, një projekt të konsoliduar mirë, i cili edhe pasi të hyjë në procedurën e kuvendit, aty do të jetë një proces i gjerë konsultativ. Çdo lloj ndryshimi kushtetues, përpara se të shkosh në referendum, do 2/3 e anëtarëve të kuvendit, dhe pastaj 1/5 e anëtarëve të kuvendit mund të kërkojnë dërgimin për referendum. Por kur bëhet fjalë për një çështje specifike, atëherë sikush për referendumin për çështje është që në kohën e marrjes së nismës për referendum, për çështjen të mos jenë marrë nisma ligjore që mund të jenë në proces.